Këshilli i lartë i prokurorisë zhvillon këtë të njëjtën të 11 dhjetorit 2025 një nga mbledhjet më të rëndësishme të vitit, atë për zgjedhjen e drejtuesit të ri të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK. Procesi nisi në orën 9 të ditës së sotme dhe sipas rendit alfabetik për anëtarëve të KLP-s u paraqitën Adnan Xholi, Doloreza Musabelliu, Elvin Gokaj dhe Klodian Brao. Secili prej tyre do të ketë mundësinë të prezantojë vizionin dhe platformën e drejtimit të SPAK, ndërsa më pas do të përgjigjen pyetjeve të anëtarëve të Këshillit, siç parashikohet nga procedurat zyrtare. Pas përfundimit të intervistimeve, KLP do të kalojë në votim për të përzgjedhur drejtuesin e ri të SPAK, i cili zgjidhet me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm. Për zhvillimin e mbledhjes duhet jenë të pranishëm të paktën 7 anëtarë të Këshillit. Kuvendi i Shqipërisë zhvillon sot seancën plenare e cila mund të konsiderohet edhe si maraton për shkak të kalendarit të ngjeshur, ku në rendin e ditës janë 21 pika që do diskutohen. Kuvendi pritet të zgjedhë sot edhe avokatin e popullit, ndërsa parashikohet edhe një mocion me debat në lidhje me raportin përfundimtar të OSBE Odirit për zgjedhjet e 11 majit dhe interpelanca e kërkuar nga kreu i Mundësia Agron Sheaj me kryeministrin Edi Rama. Në garën për funksionin e avokatit të popullit janë 6 kandidat, që të gjithë të mbështetur me firmat e deputetëve të opozitës, kryesisht të PD-s, e cila 3 ditë më parë të rroqin mbështetjen, por socialistët në anën tjetër vendosën që të mos njohin aktin e tërheqjes së firmave, duke ja kaluar seancës votimin e emrave. Avokati i popullit kërkon një konsensus prej 84 votash, ndërkohë që socialistët zotrojnë 83 të tilla zyrtarisht. Votimi për zgjedhjen e avokatit të popullit është i fshehtë, çka do të thotë se mund të ketë një surprizë nëse nuk do të ketë dakordsi politike që një prej emrave që renditen si kandidat të marrë mbështetjen e nevojshme. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zbuluar sot në seancën plenare arsyen se pse demokratët u tërhoqën nga zgjedhja e avokatit të popullit. Berisha tha se opozita veproi në përputhje me kushtetutën dhe komisionin e ligjeve. Vendimi i komisionit të ligjeve ishte i qartë, nuk pranohen sepse janë vendosur firma. I njëjti deputet ka firmosur disa kandidat dhe tani ju, meqense ju duhet patjetër që ai që Kolliçi e quajti lepuri i Surrelit, por unë dua ta quaj opozita që duam, kishte marrë firma dhe tani i përmbysni vendimin e komisionit të ligjeve. Ju përmbysni vendimin tuaj vetëm të grabisni avokatin e popullit. Komisioni i ligjeve vendosi që nuk mund të ketë më shumë se një të drejtë kandidat për çdo deputet. Në respekt të saj ne tërhoqëm votat, tha Berisha. Vendimet e një pasnjëshme të Këshillit të Lartë të Prokurorisë për emërimin e Elion Mustafait në prokurorinë e Lushnjës tregojnë një model të pazakontë qarkullimi që ngre pikpyetje serioze, rrumpalla administrative, njollat e prokurorit pas kthimit nga SBA apo ndikimi i grupeve mafioze për ta mbajtur dhe përdorur në këtë prokurori. KLP ka vendosur një rekord me emërimin e Mustafait në Lushnjë, vetëm një vit pasi ai u kthye nga SBA, ku qëndroi me arsye familjare. Brenda 16 muajve, Mustafai është emëruar 8 herë në prokurorinë e Lushnjës, si prokuror i thjesht ose drejtues, duke marrë madje 2 vendime emërimi në të njëjtën ditë, më 16 shtator 2021 dhe më 16 shtator 2022. Pra KLP e ka qarkulluar Mustafain çdo 3 muaj, duke emëruar dhe riemëruar në mënyrë të pashpjegueshme, gjithmonë me pëlqimin e tij. Njëri nga vëllezërit Vicentijevic, që akuzohet për sulmin me rreth 20 kg eksploziv, të kryer një vit më parë në kanalin e Iber Lepencit, i ka thënë prokurorisë speciale se ishte në bazën ushtarake në Serbi, ku u trajnua grupi i Radojčić, një ditë para se të ndodhte sulmi në Banjsk. Jovan Vicentijevic është i akuzuar edhe për spionazh, ndërsa njëra nga provat që prokuroria i ka siguruar është kartela e inteligjencës ushtarake. Jovan Vicentijevic, mbi të cilin rëndojnë akuzat për kryerje të veprës terroriste në kanalin e Iber Lepencit, u ka thënë institucioneve të Kosovës se ka marrë pjesë në trajnim 9 ditor ushtarak në vendin ku bëri stërvitje grupi që kreu sulmin terrorist në Banjsk. Vicentijevic ka pohuar se 120 veta kanë marrë pjesë në trajnim në njërin nga poligonet më të njohura stërvitore ushtarake në Serbi. Rënqethje emocionuese shkaktoi në Parlamentin Evropian 11 vjeçari Roman Oleksiv nga Ukraina, i cili në vitin 2022 humbi nënën e tij gjatë një bombardimi, ndërsa vetë qëndroi 100 ditë në terapi intensive dhe u nënshtrua mbi 35 operacioneve për rikuperimin e plagëve të tij. Fjalët e tij në Strasburg gjatë prezantimit të një dokumentari për fëmijët në Ukrainë prekën thellë interpretuesen dhe shumë prej të pranishmëve. Duke kujtuar ngjarjet e korrikut 2022, Romani tha: "Isha me nënën time në spital kur ra një bombë. Ajo ishte hera e fundit që e pash dhe i thash lam të mirë." Vazhdoi ai ndërsa përkthyesja nuk mundi të fliste për një moment. 9 antar të forcave të armatosura tajlandeze u vran pasi armiqësitë rifilluan të dielën në kufirin me Kambodxhan, tha një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes në Bangkok. Një raport i mëparshëm zyrtar përmendi 5 humbje në radhët e ushtrisë tajlandeze. Ky njoftim e çon në 19 numrin zyrtar të vdekurve,
nga rigjallërimi i konfliktit midis dy mbretërive të Azisë Juglindore, pasi autoritetet në Phnom Penh raportojnë 10 të vdekur, të gjithë civil, përfshirë një fëmijë. Tensionet brenda organizimit të Eurovision 2026 po përshkallëzohen dita ditës duke marrë përmasa të paprecedenta pas tërheqjes së Spanjës, një nga vendet e mëdha të Big 5, si dhe të Holandës, Slovenisë dhe Irlandës. Ka ardhur edhe konfirmimi zyrtar nga Islanda, nuk do të marrë pjesë në edicionin e 70 të konkursit evropian të këngës. Vendimi u bë publik pas ditën e së mërkurës nga televizioni publik islandez RUV, i cili njoftoi bojkotin për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit në dritën e asaj që shumë vende dhe shoqëri civile e konsiderojnë një gjenocid në rripin e Gazës.